Ndërkaq këtë vit kemi kontraktuar një kompani në vlerë prej 314.000 euro që të bëj kastrimin, sterilizimin, por po ashtu të përdoret edhe eutanazia në rastet kur konstatohet që plotësohen kriteret ligjore dhe kushtet ligjore për këtë gjë. Dhe së fundmi është ndërtuar edhe strehimorja në Gjilan për këtë çështje. Është sulmuar tash 2 herë dhe është thy. Strehimorja e qenëve ndacak. E çuditërisht pak orë pas thyrjes së strehimorës në faqen zyrtare të LDK-s publikohet një video duke thënë që është propagandë ndërtimi i strehimorës sepse ai nuk ekziston në realitet. Pra është e çuditshme kjo lidhje kauzale ose shkakore mes thyerjes së strehimorës për strehimin e qenëve ndacak dhe publikimit të videos në faqen zyrtare të subjektit politik. Ekziston tash apo nuk ekziston strehimorja? Strehimorja ekziston, është sulmuar që 2 herë. Sa qenë mund të nuk jam shumë i sigurt, mbase rreth 80 qenë mund të strehohen aty për të njëjtën kohë. Mirë, pse nuk keni shtyrë në fakt? Kam një pyetje që vazhdueshëm më ka impenjuar në këto 4 vite. Pse nuk keni shtyrë më shumë, sidomos ju kryetarët që vini nga subjekti vetvendosje, tek kryeministri që ta marrë shumë më shumë seriozisht këtë çështje, sepse fakt çështja e qenëve ndacak duhet të trajtohet nga niveli qendror. Dhe kemi pasur edhe raporte të zëvendësministrit të MAPL-s për shembull që fleste se si ne mund të përfundojmë në epidemi nga qenë ndacak, nëse nuk merren masa kombëtare. Aktualisht me bazë ligjore, çështja e qenëve ndacak është problematike komunave. Dhe ka nuk jam shumë i sigurt, por në praktikë është problem. Janë mbase mbi 20 komuna që kanë kontrata aktive për trajtimin e qenëve ndacak. Dhe në këtë rast, për shembull, Asociacioni i Komunave të Kosovës kish mund të marrë një iniciativë ku gjithë kryetarët bëhen bashkë edhe fondin që e kanë e bashkojnë për trajtimin e qenëve ndacak. Kish mund të qenë edhe kjo një zgjidhje që jep nivel nacional trajtimit të problemit, por duhet me pas iniciativë të tillë. Por fatkeqësisht nuk ka pas iniciativë të tillë. Na bashkë me komunën e Kamenicës kemi përzgjedhur një tokë tashmë, kemi bërë një projekt për strehimorën e re që kish me trajtu çështjen e qenëve ndacak brenda regionit të Anamoravës. Edhe besoj që për mandatin tonë dytë mund të jetë një prej alternativave në cilën nëse bashkohen edhe komuna tjera përreth nesh, tash na kemi edhe komuna të vogla, që është Parteshi, Raniluki, Klokoti, Novo Brda nuk është shumë e vogël për nga territori, por për nga numri i banorëve po. Është i vogël po. Që mundemi u bashkë, mi bashku forcat edhe buxhetin për me zgjidh problemin të së paku në rajonin tonë. Se më reagojnë shikuesit thonë që mos na ofendoj Gjilani derisa i thua kryeqytetit të Elizajit. Fakt është më shumë se sa. Kryeqytet vetëm i Elizajit. Në kuptimin prej Presheve, Kumanov, Ferizaj, Viti. Po, pikërisht gjithë ajo zonë. Po. Dhe kam edhe një pyetje, sa punëtori keni të angazhuar me kontratë mbi vepër kryetar? Se ka qenë një prej kritikave kryesore me të cilat unë mendoj që e patë të bërat kalimin në fushat kundërisht kryetarit Haziri. Po, veç për shembull në qeverisjen tonë nuk ka zyrtar për tavolinë, që ka pas më herët. Nuk ka asnjë zyrtar. Unë jam i detyruar për shembull drejtorinë e inspeksionit, nuk gjen dot. Por me numër jeni bukur shumë edhe ju apo? Po, nuk është çaq sa e ki në shifër, e ki 102 po besoj apo? Po. Nuk është çaq. E di edhe unë kam dëgjuar këtë shifër, por nuk është çaq. Nuk është. Jo, mundemi me bëu kërkesë për çastin dokumente zyrtare, e publikojmë listën, por nuk është çaq, është shumë më pak se aq. Dhe janë kryesisht inxhinier, arkitekt, ndërtimtar, inxhinier të hidros, të mekanikës, të fushave tjera që janë të angazhuar për menaxhimin e kontratave komunë. Mos harroni një fakt, kemi pas gati 30 zyrtar që kanë qenë suspenduar nga puna edhe në procedura gjyqësore për gati 10 vjet. Me ish kryetarin e komunës. Janë kthyer apo? Mustafa, po. Tash janë kthyer vitin e kaluar. Po. Tash të fundmi janë kthyer ata. Dhe shumica prej tyre janë ose inxhinier ose zyrtar me përvojë gjatë, që kanë punuar për një kohë shumë gjatë edhe në komunë. Po këta janë me kontrata të rregullta. Po tash janë kthyer ama. Po veç tash janë kthyer, nuk kanë qenë më herët. Dhe kjo na ka penguar edhe neve mandej. Për shembull, për dallim prej të kalumës ku projektet janë menaxhuar nga kompanitë private, të cilat mandej kanë përfunduar në procedura gjyqësore për shkak manipulimeve